Kurti që i ka kesh përdor resurse shtetërore në pretendimin e Çollakut në asnjë mënyrë, në asnjë mënyrë. Standardi vetë çu çdo. Jo, vetëm ta përfundoj të dëgjova, nuk doshta më ndërprej, po për shkak të qetësisë së fjalës, domethënë. Në asnjë mënyrë, asnjë resurs shtetëror. Domethënë thuhet të shpërdor resurs shtetëror, ndërkohë që nuk është në gjendje asnjë të vetëm ta përmend. Xhipat. Domethënë po, me makinat të cilat ka shkuar zoti Kurti, si kryeminist në kuadër të protokollit të sigurisë. Çfarë duhet nas me një shpiti ku i hen? Po çka ka rëndësi kryeministri? Po për ju s'ka rëndësi tash. Po kupton, jo vetë tash më lëm ta përfundoj. Domethënë çka ka rëndësi në kuadër të angazhimeve të përgjithshme të kryeministrit kur e gjen kohën si kryetar partie me zhvillu aktivitete të lira në kuadër të fshatës. Jo thatë, një ditë përpara thatë. Jo, ditën e zgjedhjeve. Ditën e zgjedhjeve ka shku ka pi kafe në qytetin e Mitrovicës, legjitime deri në fund. Nuk thot kërkun ka asnjë ndalesë që nuk lejohet me dal një figurë publike kushdo që të jetë as kryeministri me pi kafe në një qytet të caktuar në ditën e zgjedhjeve. Nuk është e vërtetë që po ta them. Ka pi edhe kërkune. Po çfarë elementi të le të themi të fshatës, ti standardi ju i ka dalluar, edhe ka ndryshuar. Ti po më thoj, po ti po më thoj, ti po më thoj dash ta përfundoj. Kurti ka kesh përdorur dash kryeministrin para zgjedhore. Dash kryeministrin të dielën me izolu. Jo me izolu. Me izolu mos me dal prej shtëpisë. Për shkak se kjo çështoj shkon më mirë për kandidat caktuar të opozitës. Po nonsens është kjo. A po kuptoni, domethënë, tash e dëgjova për besën e disa elementë. Po vjen keq. Domethënë, ke punuar me vite atë. Padyshim. Po thua ambienti ka ndiku. E vërë, nuk arrin të materializohet e as të matët se si ndikon atmosfera përgjithshme në edhe që ndërlidhet me numrat selekt të vlefodimeve. E shqe tërheqen në doni teren tjetër. E dyta, jo, çfarë ndikimi ka atmosfera dhe ambienti në çështjen që po diskutojmë për numrat selekt të vlefodimeve. E dyta, unë i mojta tua, domethënë edhe po i sqaroj. E dyta, nëse flasim për atmosferën e kam bërë në fakt ky inxhinieringu që ka filluar me 12 tetor. 12 tetor procesi ka filluar në mënyrë të qetë, ndërkohë që prej mëngjesit nëpërmjet të reagimeve publike të sponsorizuara, të porositëra, me ndikim drejt për drejt në opinionin e vullnetin e qytetarëve, duke demotivuar ose duke tentuar me dekuraju votuesin e vendosjes e komisionerët e vendosjes vëzhguesit gjatë ditës së zgjedhjeve, duke nxjerrë exit polle me diferenca deri në 12% me marzhat gabimeve, e njëjta gjë ka vazhduar nga të njëjtit persona edhe në raundin e dytë, edhe gjatë ditës së zgjedhjeve të nëntorit, dhe vene na thuhet vendosja e ka përgjegjësinë e kryeministit për ambient. Këta duan që ti përdorin të gjitha mjetet e lishme të paligjshme. Po janë këta. Çka ka të paligjshme aty?